Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin me atë që thon yjet, cila është ngjyra me fat, koha me fat, si dhe këshilla e ditës për secilën shenjë. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë. Horoskopi i dashit, 17 qershor 2025, sot Marsi hyn në sektorin tënd të punës dhe shëndetit, i dashur dash, duke të dhënë një energji të re për të vepruar. Kjo do të ndikoj fuqishëm deri më 6 gusht, duke të shtyrë të marrësh përsipër projekte sfiduese që përmirësojnë jetën tënde të përditshme. Është momenti ideal për të filluar një regjim të ri stërvitjeje, për të ndryshuar stilin e ushqimit ose për të riorganizuar hapësirat dhe zakonet e tua. Marsi, si sunduesi yt natyral, të jep shtysë për të përballuar ato detyra që i ke shtyrë prej kohësh. Do të ndihesh më i motivuar për të pastruar, organizuar dhe vendosur rregull në jetën tënde të përditshme. Edhe shëndeti bëhet më i rëndësishëm, mund të tërheqin më shumë aktivitetet fizike, dietat apo zakonet e shëndetshme. Megjithatë, me ndikimin e diellit dhe Venusit që përplasen lehtë sot, mund të ndihesh pak i pavendosur. Nga njëra anë dëshiron qetësi dhe thjeshtësi, nga ana tjetër ndjen një kuriozitet të brendshëm për të eksploruar diçka të re. Kujdes me shpenzimet impulsive, dëshirën për ëmbëlsira apo vendime të marra nga pakënaqësia momentale. Ngjyrat me fat, e kuqja e errët dhe bluja e hapur. Ora me fat, 13:00 deri 14:30, këshilla e ditës. Përdore këtë energji për të ndërtuar baza të forta në shëndet dhe rutinë. Mendo për afatin e gjallë. Demi, sot, Marsi hyn në shtëpinë tënde të 5 diellore, i dashur Dem, dhe do të qëndrojë aty deri më 6 gusht. Kjo sjell një shpërthim energjie në fushat e dashurisë, krijimtarisë, kënaqësisë dhe vetë shprehjes. Do të ndihesh më i gjallë, më i lirë për të treguar ndjenjat dhe dëshirat e tua, si edhe më i gatshëm për të marrë rreziqe personale, qofshin ato në dashuri apo në art. Marsi këtu të bën më të hapur dhe spontan. Mund të lindin ide të reja kreative, të cilat ke dëshirë t'i ndash me të tjerët. Po ashtu, flirtet mund të bëhen më intensive, me një ndjesë pasioni që luhatet me stimuluese dhe sfiduese. Gjithsesi, bëj kujdes me shpenzimet impulsive, kjo energji mund të tundojë të harxhosh më shumë se sa duhet. Vetëm për të përmbushur një dëshirë momentale, me një përplasje të lehtë mes diellit dhe Venusit sot, mund të ndihesh pak i tërhequr në drejtime të ndryshme. Dielli të shtyn drejt stabilitetit financiar dhe qetësisë praktike, ndërsa Venusi në shenjën tënde të fton të shijosh jetën në mënyrë më spontane dhe të lirshme. Kjo përplasje e vogël mund të shfaqet si dëshirë për të ndryshuar diçka menjëherë, ose si një zgjedhje e nxituar. Ngjyrat me fat, roza dhe ari. Ora me fat, 16:00 deri 17:30, këshilla e ditës. Shijo energjinë e Marsit, por mbaj mend, edhe argëtimi ka nevojë për balancë dhe përgjegjësi. Binjakët, sot, Marsi hyn në shtëpinë tënde të 4 diellore, i dashur binjak, dhe do të qëndrojë aty deri më 6 gusht. Kjo do të thotë se energjia, vendosmëria dhe ndoshta edhe pak tension do të përqendrohen në jetën personale, në shtëpi dhe në marrëdhëniet familjare. Mund të ndihesh më i motivuar për të marrë iniciativa në shtëpi, si projekte rinovimi, riorganizime apo thjesht rregullime që i ke lënë pas dore. Në anën tjetër, kjo energji mund të sjellë edhe disa përplasje me të afërmit ose tensione të vogla brenda familjes. Por nëse i kanalizon me mençuri, këto mund të shërbejnë për të forcuar lidhjet dhe për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Sot mund të ndihesh i tërhequr në drejtime të kundërta. Dielli në shenjën tënde të shtyn të jesh më i dukshëm, më i hapur dhe më aktiv në jetën publike, ndërsa Venusi në zonën e privatësisë të sugjeron të tërhiqesh, të reflektosh dhe të mos nxitosh me emocionet. Kjo mund të sjellë ndjesinë e paqartësisë ose të ndash sinjale të përziera me të tjerët. Ngjyrat me fat, gri e butë dhe e gjelbër e errët. Ora me fat, 11:00, 12:30, këshilla e ditës. Gjej balancën mes nevojës për pushim emocional dhe dëshirës për të qenë në qendër të vëmendjes. Edhe një bisedë e qetë me dikë të afërt mund të sjellë qetësi dhe qartësi. Gaforja, sot, Marsi energjik dhe i vendosur futet në shtëpinë tënde të 3 diellore, i dashur Gafore, dhe do të qëndrojë aty deri më 6 gusht. Kjo është një periudhë ku mendja jote do të jetë e mprehtë, e përqendruar dhe plot ide. Do të ndjesh shtysën për të folur, shkruar, mësuar dhe për të shkëmbyer mendime me të tjerët.
Bisedat, udhëtimet e shkurtra dhe komunikimi në përgjithësi do të marrin më shumë vëmendje, por kujdes, kjo valë e re energjie mund të sjellë edhe padurim në komunikim apo debate të panevojshme. Nëse nuk i kanalizon siç duhet, fjalët mund të bëhen më të mprehta se sa duhet. Mund të ndihesh i tunduar të luftosh me fjalë, por do të fitosh më shumë nëse përdor këtë forcë për të ndërtuar dhe ndar dije, jo për të fituar debate. Sot, mund të ndihesh i përqar midis dëshirës për të qëndruar në qetësinë tënde dhe nevojës për të shoqëruar. Dielli në zonën e privatësisë të shtyn drejt reflektimit dhe pushimit, ndërsa Venusi në sektorin shoqëror të tërheq drejt aktiviteteve me miq dhe kënaqësive. Kjo kontrast mund të bëjë të pavendosur, por ndërsa dita përparon, do të arrish ta përqendrosh vëmendjen në një qëllim të vetëm dhe do të ndihesh më i qetë. Ngjyrat me fat: blu qielli dhe bezh. Ora me fat: 14:00 deri 15:30. Këshilla e ditës: bëj kujdes me fjalët që zgjedh, ato mund të ndërtojnë ura ose të krijojnë pengesa. Gjej kohë për t'u lidhur me të tjerët, por mos harro të dëgjosh edhe veten. Luani, Marsi largohet nga shenja jote sot, i dashur Luan, duke i dhënë fund një periudhe me shumë intensitet dhe energji personale. Tani, ai zhvendoset në shtëpinë tënde të dytë diellore, ku do të qëndrojë deri më 6 gusht. Kjo është një periudhë që vendos fokusin tek financat, siguria materiale dhe vetvlera. Do të ndjesh një shtysë më të madhe për të fituar, për të patur kontroll mbi të ardhurat dhe për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Ambicia jote rritet dhe dëshira për të qenë i pavarur financiarisht bëhet më e fortë. Kjo është një kohë ideale për të ndjekur qëllime konkrete, për të punuar më me përkushtim dhe për të mbrojtur atë që është e jotja. Por ki kujdes, bashkë me dëshirën për të fituar vjen edhe tundimi për të shpenzuar më tepër. Përpiqu të ndërtosh dhe mos e shter energjinë apo buxhetin tënd. Sot mund të ndjesh një luhatje të vogël emocionale, dielli të shtyn drejt spontanitetit dhe shoqërimit, ndërsa Venusi, që ndodhet në krye të hartës tënde diellore, të tërheq drejt seriozitetit, reputacionit dhe përgjegjësive. Ky kontrast mund të shkaktojë pak hezitim në vendimmarrje, por ndërsa dita përparon, do të jetë më e lehtë të kuptosh çfarë ka më shumë rëndësi për ty. Ngjyrat me fat: e verdhë e ardhë dhe gri e ngrohtë. Ora me fat: 10:30 deri 12:00. Këshilla e ditës: përdor këtë valë energjie për të ndërtuar stabilitetin tënd financiar. Mos lejo që dëshirat e çastit të dëmtojnë planet afatgjata. Virgjëresha, sot Marsi hyn në shenjën tënde, e dashur Virgjëresh, dhe do të qëndrojë aty deri më 6 gusht. Kjo është një periudhë jashtëzakonisht energjike për ty, një kohë kur ke më shumë guxim, motivim dhe vendosmëri për të ndjekur dëshirat e tua personale. Me Marsin në anën tënde, bëhesh më aktiv, më i drejtpërdrejtë dhe më i gatshëm për të vepruar. Ke mundësi të shkëlqyera për të ndërmarrë nisma të reja, për të filluar projekte personale apo për të mbrojtur interesat e tua me vendosmëri. Megjithatë, ki kujdes nga nxitimi dhe padurimi. Këto janë dy anë të medaljes që duhet t'i menaxhosh me vetdije, me disiplinë dhe përqendrim. Kjo mund të bëhet një periudhë e artë për rritjen tënde personale dhe zhvillimin vetjak. Sot, mund të ndjesh një konflikt të vogël të brendshëm mes dëshirës për të qenë produktiv në punë dhe nevojës për të mësuar, eksploruar ose për të shijuar jetën. Duket sikur nuk ka mjaft kohë për gjithçka që dëshiron të bësh. Por mos u shqetëso, ndërsa dita avancon, do të jetë më e lehtë të përqendrohesh në atë që është më e rëndësishme për ty dhe ta ndjekësh me vendosmëri. Ngjyrat me fat: jeshile e errët dhe ngjyrë bezh. Ora me fat: 09:00 deri 11:00. Këshilla e ditës: shfrytëzo këtë valë energjie për të bërë hapa të guximshëm drejt qëllimeve të tua. Por mos harro, durimi dhe vetkontrolli janë çelësi për sukses afatgjatë. Peshorja, sot Marsi kalon në sektorin tënd të privatësisë, e dashur Peshore, dhe do të qëndrojë atje deri më 6 gusht. Kjo është një periudhë ideale për të reflektuar, për të shkëputur nga shurma e përditshme dhe për të pastruar mendjen nga gjithçka që nuk të shërben më. Ndoshta nuk do të ndihesh plot energji apo vendosmëri për të vepruar në mënyrë të dukshme, por kjo fazë të ndihmon të kuptosh më mirë veten dhe qëllimet e tua të vërteta gjatë kësaj kohe. Do të ndihesh më mirë kur të jesh vetëm ose në ambientet që të japin qetësi. Është momenti ideal për të lënë pas zakonet e vjetra, marrëdhëniet që të lodhin, ose angazhimet që të mbajnë të lidhur me të kaluarën.
Mund të ndjesh një nevojë më të thellë për pushim emocional dhe fizik, prandaj dëgjo trupin dhe mendjen tënde, ato po të udhëheqin drejt rilindjes. Sot mund të ndihesh pak i ndarë mes dëshirës për të ndarë mendimet e tua dhe nevojës për t'i mbajtur për vete. Megjithatë, ndërsa dita kalon, qartësia dhe vendosmëria do të rriten. Do të ndjesh më shumë forcë të brendshme për të përqendruar energjinë aty ku duhet, ngjyrat me fat, e bardhë, e butë dhe blu e errët, ora me fat, 14:00 deri 16:00, këshilla e ditës, jepi vetes hapësirën për reflektim dhe qetësi. Shpesh, rruga drejt suksesit të vërtet fillon në heshtje. Akrepit, sot Marsi zhvendoset në sektorin tënd shoqëror, i dashur Akrep, dhe do të qëndrojë atje deri më 6 gusht. Gjatë kësaj periudhe do të ndjesh një shtysë të fortë për t'u angazhuar më shumë me miq, për të ndërtuar rrjete të reja dhe për të ndjekur objektivat që lidhen me lumturinë dhe përmbushjen personale. Mund të ndihesh më i motivuar për të udhëhequr në grupe, për të marrë iniciativa sociale apo për të përqafuar projekte që përfshin bashkëpunim. Energjia jote do të rritet ndjeshëm dhe rruga drejt qëllimeve të tua do të duket më e hapur. Megjithatë, kujdes me garën apo rivalitetin e fshehur në miqësi, një fjalë e thjeshtë mund të ndisë tensione të panevojshme. Sot, një pjesë e jotja kërkon lehtësi, argëtim dhe rehati emocionale, ndërsa një pjesë tjetër dëshiron të kuptojë më thellë situatat apo ndjenjat. Kjo kontrast mund të sjellë pak pasiguri apo ngatëresa në komunikim. Për fat të mirë, ndërsa dita ecën përpara, mendja dhe zemra jote bëhen më të qarta dhe balanca rikthehet, ngjyrat me fat, e kuqe burgundi dhe e kaltër qielli, ora me fat, 17:30 deri 19, këshilla e ditës. Mos nxit konflikt për gjëra të vogla, përdor energjinë për të bashkuar, jo për të ndarë. Rrjeti yt social mund të ofrojë mundësi të çmuara. Shigjetarit, Marsi i zjarrt dhe plot energji hyn sot në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit, i dashur shigjetar, dhe do të qëndrojë atje deri më 6 gusht. Ky tranzit ndez pasionin dhe ambicien tënde për të arritur sukses dhe për të avancuar në rrugën profesionale ose personale. Do të ndjesh një dëshirë më të fortë për të dalluar, për të marrë iniciativë dhe për të udhëhequr në projektet që të sjellin vlerësim dhe njohje. Gjatë kësaj periudhe, mund të përballesh me disa konflikte, sidomos në vendin e punës, por kjo do të bëjë më të fortë dhe më të aftë në zgjidhjen e situatave të vështira. Sot, ndjenja jote është e ndarë mes detyrave dhe argëtimit. Marrëdhëniet personale mund të të shpërqendrojnë nga puna, ose mendja jote mund të jetë te puna edhe gjatë momenteve me të afërmin. Por mos u shqetëso, ke energjinë dhe aftësitë për të balancuar të dyja fushat. Ngjyrat me fat, portokalli i ndezur dhe kafe e errët, ora me fat, 14:00 deri 16:00, këshilla e ditës, fokusohu dhe vendos prioritetet. Por mos harro të marrësh frymë dhe të gjesh kohë për veten, dhe ata që do sukseset e mëdha kërkojnë energji dhe ekuilibër. Bricjapit, sot Marsi hyn në shtëpinë tënde të nëntë, zonën që lidhet me udhëtimet, mësimin dhe eksperiencat që zgjerojnë horizontet e tua, i dashur Bricjap. Ky tranzit do të zgjas deri më 6 gusht dhe të nxit një etje të fortë për aventura të reja, njohuri të thella dhe përvoja që sfidojnë rutinën e zakonshme. Do të ndihesh më i gatshëm për të marrë drejtimin në jetën tënde dhe për të ndjekur me vendosmëri ëndrat dhe dëshirat e tua. Ky është një cikël i fuqishëm për të eksploruar, për të mësuar gjëra të reja dhe për të hapur dyert drejt mundësive të jashtëzakonshme. Megjithatë, sot mund të ndjesh një tension të vogël, sepse Hëna dhe Venusi në sektor të ndryshëm të hartës tënde krijojnë një sfidë mes përgjegjësive të përditshme dhe dëshirës për argëtim dhe liri. Ti ndoshta ndihesh pak i ndarë mes dëshirës për të qenë produktiv dhe nevojës për të çlodhur dhe për të shijuar. Në fund të ditës, do të gjesh mënyrën për të balancuar këto energji dhe për të qëndruar i përqendruar dhe në paqe me veten. Ngjyrat me fat, krem dhe e kaltër e thellë, ora me fat, 11:00 deri 13:00, këshilla e ditës, mos i lë shopesh tensioneve të momentit. Përdor kreativitetin për të gjetur zgjidhje dhe kujtohu që aventura më e madhe fillon brenda teje. Ujorit, Marsi, planeti i veprimit dhe energjisë, hyn sot në shtëpinë tënde të tetë, atë të financave të përbashkëta, thellësive emocionale dhe transformimeve, ku do të qëndrojë deri më 6 gusht.
Ky tranzit të fton të jesh strategjik dhe të përdorësh zgjuarsinë më shumë se sa të veprosh me ngull. Dëshirat e tua sot mund të duken më të thella, më të komplikuara dhe më të lidhura ngushtë me emocionet e thella ose me çështjet e financave të përbashkëta, si kredi, borxhe apo investime. Në javët që vijnë, mund të përqendrohesh në një projekt pasionant, në kërkime të thella apo në zbërthimin e ndonjë misteri personal. Ky është një cikël ku mund të kapërcesh sfidat në marrëdhëniet e ngushta. Duke balancuar fuqitë dhe duke sqaruar dëshirat më të thella, sot, ndonjë tension i vogël mund të shfaqet për shkak të një aspekti sfidues midis Diellit dhe Venusit. Dielli ndodhet në sektorin tënd të gëzimit dhe kënaqësisë, ndërsa Venusi kalon në sektorin e familjes dhe shtëpisë. Kjo krijon një dyndje mes dëshirës për kohë të qetë, të brendshme dhe nevojës për më shumë spontanitet dhe komunikim me të afërmit. Kjo ndarje energjie mund të bëjë të ndihesh pak i trazuar ose i pasigurt për veprimet e duhura. Megjithatë, me kalimin e ditës do të gjesh mënyrën për të përqendruar dhe për të marrë kontrollin mbi situatat praktike që kërkojnë vëmendjen tënde. Fokusimi në qëllimet specifike dhe respektimi i rregullave do të sjellë sukses në punë dhe financa. Ngjyrat me fat: vjollcë dhe e zezë. Ora me fat: 16:00 deri 18:00. Këshilla e ditës: mos nxito. Përdor strategjinë dhe përqendro energjinë aty ku ka më shumë kuptim. Shpesh thellësitë e jetës fshehin mundësi të mëdha. Peshqit, Marsi hyn sot në shtëpinë tënde të partneritetit dhe marrëdhënieve, një tranzit që do të zgjasë deri më 6 gusht. Kjo është një periudhë që sjell më shumë jetë dhe energji në marrëdhëniet e tua më të afërta. Edhe pse Marsi mund të shkaktojë tensione dhe mosmarrëveshje, këto sfida mund të jenë përfundimisht përmirësuese dhe rigjallëruese. Kjo është mundësia jote për të adresuar zonat problematike dhe për të pastruar energjitë në marrëdhëniet që janë të rëndësishme për ty. Me këtë energji aktive në shenjën tënde të kundërt, marrëdhëniet mund të jenë plot dinamizëm, por edhe ndonjëherë të trazuar. Ndonjëherë do të ndihesh i irrituar ose i sfiduar nga të tjerët. Dhe herë të tjera do të ndihesh i motivuar dhe i frymëzuar për të bashkëpunuar. Është e rëndësishme që të pranosh rolin tënd në çdo konflikt që lind, duke treguar pjekuri dhe përgjegjësi. Sot, energjia është pak e përçarë, për shkak të një aspekti të lehtë sfidues midis Diellit dhe Venusit. Ndërsa njëra anë e teje dëshiron qetësi dhe pushim, tjetra ngacmohet nga kurreshtja dhe dëshira për t'u angazhuar në aktivitete dhe projekte të reja. Kjo mund të krijojë pak keqkuptime me të tjerët, ndaj është mirë të jesh i qetë dhe i durueshëm. Megjithatë, me kalimin e ditës do të ndihesh më i balancuar dhe do të gjesh mënyrën për të menaxhuar më mirë energjitë e ndryshme që po përballen brenda teje. Ngjyrat me fat: rozë dhe e kaltër e lehtë. Ora me fat: 14:00 deri 16:00. Këshilla e ditës: mbaje zemrën hapur, por mos harro të vendosësh kufi të shëndetshëm. Bashkëpunimi është çelësi, por vetdia për rolin tënd në çdo situatë do të sjellë më shumë harmoni.